Alba Story prezanton. Jam një grua 39 vjeçe dhe dua t'ju tregoj diçka. Jetoj në qytet, e jeta ime ka marrë një rrjedhë shumë të qetë dhe paksa të zbrazet prej disa vitesh. Burri im punon dhe jeton jashtë shtetit, e ai vjen shumë rrallë, vetëm për festa ose gjatë verës për 2 javë të shkurtëra. Unë kam punën time në qytet dhe kështu e kaloj shumicën e kohës. Por kam një detyrim që e bëj me shumë dëshirë. Çdo 2 apo 3 javë marr makinën dhe shkoj në fshat për të vizituar vjehrin tim. A jeton vetëm në shtëpinë e vjetër të familjes, pasi vjehra është ndarë nga jeta ca kohë më parë. Shkoj atje për t'i bërë një pastrim të përgjithshëm shtëpisë, për t'i larë rrobat e për t'i gatuar disa gjellë që t'i ketë gati gjatë javës sepse i mban në frigorifer. Ne jemi mësuar me njëri tjetrin dhe kemi një komunikim shumë të hapur. Ai është një njeri shumë zotëri, punon tërë ditën në kopësht dhe nuk ankohet asnjëherë për lodhje. Ndihma ime e gëzon shumë dhe gjithmonë me pret shumë mirë. Kur mbërri atje në fshat, pas sa javësh, unë gjithmonë e gjej oborrin të pastruar dhe shtëpinë të rregullt, por përsëri ka nevojë për një dorë gruaje. Në një nga këto fundjava të vona, koha ishte e verënjtur dhe bënte pak fresk. Unë nisa herët nga qyteti e arrita në fshat rreth orës 9 të mëngjesit. Nga që ishte atë ditë fresk, nga që fshati është malor, e kishte ndezur sobën me dru në dhomën e ndenjes dhe e kishte bërë shtëpinë shumë të ngrohtë. E pasi pim kafe në mëngjesit bashk, unë fillova me njëherë nga punët e mia. Pastrova dhomat, nxora rrobat në tel që të thaheshin dhe rreth mesditës shtrova tavolinën për të ngrënë drek. I kisha bërë një ushqim që atij i pëlqente shumë. E ulëm të 2 pranë sobës. Hëngrëm të qetë e biseduam për disa gjëra që na kishin mbetur pezull që herën e kaluar që kisha vizituar vjehrin. E pasi i ram në trezi të gjithë bisedave, atëherë filluam që të hanim. Pasi mbaruam, ai e mblodhi vetë tavolinën dhe i la pjatat tek lavamani. Pastaj mu kthye dhe më tha se kishte nevojë për pak ndihmë poshtë në qilarin e shtëpisë. E qilari është një dhomë e madhe në katin e poshtëm ku mbajmë gjërat e dimrit. Aty kishte rafte me kavanoza turshish, me reçel dhe 2 fuqi me uthull. Ai donte të lironte pak hapësirë sepse do të sillte disa arka me molla nga kopshti i tij, e i duhej pak vend shtesë. Zbritem nëpër ato shkallë të ndërtuara nga guri. E drita aty poshtë ishte më e zbehtë, por shihni mjaft. Ajri aty ishte edhe më i freskët dhe vinte era turshi. E unë fillova të rregulloja raftet e drurit duke i zhvendosur kavanozët e vjetër në një anë tjetër. Por aty një kavanoz ishte i thyer që kishte qenë i mbushur me turshi dhe vinte një aromë pakëndshme. Prandaj mu deshtu të ngjitesha lart, të merrja një pecet dhe të pastroja vendin. Vjehri po merrej me fuqitë e uthulles, e duke kontrolluar edhe tapat e drurit. Ishim shtruar punës e po punonim pa folur me njëri tjetrin për pak kohë, derisa biseda filloi, e pastaj ishte një bisedë që se kishim bërë asnjëherë më parë. Si e kalon kohën, kur e di që rri e mbyllur gjatë gjithë ditës, aty
në shtëpinë tënde në qytet, më tha ai. Por unë i thash që kam dhe punën, dhe aty në punë me kalon koha mjaft mirë, por me të vërtet, kur kthehem në shtëpi, shtëpia është pak e qetë dhe mërzitem nga një herë. E unë vazhdova përsëri punët me raftet. E nuk prisja që ajt më thoshte këtë gjë drejt për drejt, sepse nuk e dija ku a kishte fjalën. Nëse ai po dyshonte në mua, nga që unë se kisha burrin në shtëpi por e kisha jashtë shtetit, apo me të vërtet po shqetësohej për mërzitjen time. I jam mësuar tani, nuk është më si në fillim, i thash. Secili ka atje që i bjen. Burri punon atje larg, e unë punoj këto, i thash atij. Ai e la punën e tij me ato fuqit, e duke mbështetur njërin këmbë tek muri, filloi të më fliste. Nuk është që të ka rënë jeta kështu, më tha ai. Është zgjedhja që po e bën vet. Ti je një grua e re, e nuk mund ta kalosh jetën duke pritur dikë që vjen një herë në vit dhe duke ardhur këtu për të pastruar shtëpinë e një plaku. Unë ndëgjoja dhe e kuptoja që fjalët e tij ishin shumë të thella si një bisedë thjesht. Ne të dy kishim shumë kohë që e kishim vënë re afërsinë që kishim, por asnjëherë nuk e kishim kaluar kufirin e bisedave të përditshme. Po ti, i thash, as ti nuk e ke më mirë vetëm në këtë shtëpi këtu. Pse flet për mua? Apo mos po bëhesh merak për veten tënde dhe ke hallin tënd, e stërrihet vetëm, i thash atij. Ai bëri 2 hapa përpara, duke u ofruar drejt meje, e më tha: unë e kam bërë jetën time, por kur të shoh ty që vjen e iken, e di shumë mirë çfarë të mungon në atë qytet. Të mungon dikush që të flasësh 2 fjalë me të dhe të vlerësoj vërtet. Fjalët e tij ishin të hapura e pa asnjë lloj maske. E vërteta ishte se unë kisha vite që e ndjeja veten të lënë pas dore nga martesa ime. Dhe me vëmendja e tij, e kujdesi i tij dhe mënyra se si me trajtonte sa herë vija në fshat, më kishin bërë të krijoja një afrimitet të madh për të. Flirti mes nesh në ato momente ishte shumë i qartë. Asnjëri nuk po përpiqej të fshihej pas rregullave të fshatit apo fjalëve të botës. Aty poshtë ishim vetëm ne të dy, larg çdo kujt. Ai qëndronte aty dhe e dija që po priste çfarë t'i thosha unë. E lash kavanozin që kisha në dorë mbi raftin e drurit, e nuk kisha ndërmend të vazhdoja të bëja sikur nuk po kuptoja situatën. Puna e qilarit dhe e rafteve nuk kishte me asnjë rëndësi. E i dola përpara, e i ofrova plotësisht atij plaku, pa i thënë asnjë fjalë. Por ai nuk bëri asgjë për të më ndalur, dhe ju ofrova aq shumë sa e putha, e ai filloi edhe ai të më puthte. Ishte një puthje vetmie. Ishte një puthje sepse të dy ishim të vetmuar. E gjithçka ndodhi aty në një mënyrë të papritur. E gjithë ajo pasditet në atë shtëpi të vjetër fshati dhe gjithë ato mendime që na ishin mbledhur vazhduan aty. Nuk unë gjitëm lartë, por unë shkova dhe fillova ta puthja përsëri. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.